zërin për atë protestën që do mbajnë studentët e jurisprudencës. Nuk është thjesht një provim jurisprudencës. Është një mohim i diplomës tënde në universitetet shtetërore të Maqedonisë në gjuhën shqipe, pra 2 universitete, Universiteti i Tetovës dhe Universiteti Nën Terezës dhe 2 universitete private, siç është Universiteti Ndërkombëtar i Strugës dhe Universiteti i Evropës Juglindore. Zoti Rradha, për qeverinë e Kosovës nuk po pyes sepse qëndrimi pak a shumë dihet duke qenë se ata janë pro Vlenit që ndodhet në qeveri dhe më shumë ndoshta se kanë bërë deri tani nuk besoj ta ngrinë zërin publikisht. Por duhet të ndalen tek letra e Ali Ahmetit, që ai në fund të saj paralajmëron që kjo mund të sjellë edhe destabilizim të situatës në Maqedoninë e Veriut. Kurse Vleni, sigurisht thashë pak më lart, institucion si Lot Krokodili, por mundet ka gjasa që kjo të sjellë të jetë pra një hap atë që ju e thatë pak më lart, ndoshta në rastin konkret kutinë e Pandorës për situatën aty. Sepse nga studentët kanë nisur shumë gjëra në shumë vende dhe ndoshta edhe këtë radhë. Do them diçka, Vleni kush është? Vleni janë individ të përkrahur nga VMRO dhe PMN, nga partitë maqedone, të mbi votuar artificialisht, s'kan shumicën e votave shqiptare, duhet ta themi këtë, kanë fituar gjithë komunat me ndihmën e votuesve maqedonas, por mos harrojmë Vleni drejtohet nga Izet Mexhiti. Kush është Izet Mexhiti? Njeriu që ka qenë kryetari i BDI-s. Njeriu që ka qenë numër 2 i Ali Ahmetit. Nëse ne akuzojmë sot BDI-n dhe Ali Ahmetin për mos batimin e X ligji apo ngecjen, automatikisht është fajtor dhe zoti Izet Mexhiti, se deri para 2 vitesh ai ishte deputet i BDI-s. Deri para 2 vitesh ai ishte nënkryetari i BDI-s dhe nuk e përzguroi njeri, ai ku vet. Pra, dhe një herë do themi, Vleni është vetë BDI-ja. Pra kjo është mashtrim i madh. Është rrenë e madhe që të gjithë e dinë. Pra, nëse ka BDI-ja gabime, ka dhe Vleni, se ka njëse BDI-s janë deri para 3 vitesh, 2 vitesh. Nëse ne i hymë komplet Vleni të rejnë, 80% janë BDI. 20% janë PDSH. Si sot Ali Ahmeti nesër dalë thotë unë jam Vlen. Edhe Amisto kemi në ta zon fjala vjen Ali Ahmetin, BDI-ja 20 vite, po ti s'ke faj se ti je Vlen. Kjo është teatri. Kjo është radhë parë që duhet ta pastrojmë. Vleni është BDI, deri para 2 vite, për interesa ekonomike, për interesa karriere individuale, për inate me njëri tjetrin, është kriju kjo Vleni me ndihmën e partive maqedonase për t'i nënçmuar shqiptarët dhe i kanë arritur të t'i nënçmojnë. Se nëse ne do t'i marrim gjithë ato drejtuesit e Vlenit që janë 5 parti nga 2-3 deputet i marrin, niveli tyre intelektual apo niveli profesional është 0. Hajde t'i marrim provim. Nuk është thënë se ti ke një diplomë universitare dhe je dikushi. Nuk është thënë se ti ke një magjistraturë dhe një doktoraturë dhe je intelektual. Nëse ti nuk e mbron familjen tënde, gjuhën tënde, trashëgiminë tënde kombëtare, për mua je i shumëzuar në 0. Ndërsa, të kalojmë tek gjërat e tjera të gjuhës shqipe dhe të tregoj diçka. Para 2 vitesh me diplomat të huaj që kemi qenë këtu në Maqedoni, kam qenë unë në bisedime, ata uronin, pasi u krijua qeveria VMRO me Vlenin, që VMRO-ja dhe kjo qeveri mos prekte gjuhën shqipe. Se kutia e Pandorës që do hapte probleme në Maqedoni do ishte prekja e gjuhës shqipe. Pra prekja ke themra akilit tek ndjenja e shqiptarëve ke gjuha shqipe, domethënë gjuha e individit që e flet. Dhe mas 2 vitesh, unë mendoj që ky është një projekt nga struktura anti-shqiptare, por dhe struktura që do shkatrojnë Maqedoninë nesër. Sepse po ndes dhe një konflikt, nuk bëhet më Maqedonia e Veriut, nuk do të ekzistojë. Dhe ndërkombëtarët ja kanë thënë dhe Ali Ahmeti para 2 vitesh, urojmë, kam qenë unë prezant, urojmë që mos të prekin tek çështja e gjuhës shqipe. Dhe Ali Ahmeti u ka thënë, urojmë që mos prekin ke gjuha shqipe, se vetëm tek gjuha shqipe të do ngrihet. Mos harroni, UÇK-ja u themelua në 2001 si një shkëndi e gjuhës shqipe, të mohimit të Universitetit të Tetovës, e mohimit të studimeve në gjuhën shqipe, e mohimit që fëmijët shqiptar të shkolloheshin në gjuhën shqipe. Ky ka qenë shkaku i parë që u themelua UÇK në Maqedoninë e Veriut. Për thama ka qenë Universiteti i Tetovës. Pra, gjuha këtu në këtë rast dhe protesta